Masterclass për sanitarët, çfarë përbën? Këto ishin gjëra që ndodhin në fillimet e mia të e para dhe të e dyta, por nëse flasim për treshin, kemi mbi 150 biznese deri tani të regjistruar, çka do të thotë njerëzit kanë ndryshuar mentalitetin e tyre dhe kanë kuptuar rëndësinë se sa e rëndësishme është të trajnosh zonat e pastrimit që të kursejnë, që mos dëmtojnë dhe të duket imazhi i tyre sa më mirë. Po mos harroni se nëse një zonjë trajnohet në këtë fushë, ju jeni ata që do keni meritat tuaj, pra kostot, shpenzimet, imazhi, lek që ju paguni në fund muajit. Pra, ju ftoj të jeni në Masterclass 3, sepse edhe 20 vende janë të lira që të bëjmë edhe atë ndryshimin e madh. Kujdes, ka ndryshu dhe e ndjej këtë gjë, e ndjej në komente, e shoh në takime, e shoh në rrugë kudo, dhe gacmohen, është ai ideali që bën trajnimet e zonave të housekeeping. Por dhe ata janë profesion, dhe ata janë njerëz që duhet trajnuar, dhe ata duhet të jenë të parët me pas vinë menaxherët dhe pronarët. Paçi fat, takojmë te Masterclass 3.